Mirë mëngjes të dashur miq dhe mirë se erdhët në Vila 24, është e mërkur, data 4 qershor, ju uroj të gjithëve të keni një ditë plot diell të bukur e të shkëlqyer, e cila në fakt ka nisur tipike një ditë vere me motë të ngrohtë për të shijuar lezet e diellit dhe për të patur produktivitet në gjithçka që kemi në plan të bëjmë deri në përfundim të kësaj dite. Dhe deri në orën 11, nëse ju s'keni diçka tjetër për të bërë, jeni aty rrotull shtëpisë tuaj, po gatuani, po bëni punët e mëngjesit, pse jo mund të ndodheni në bare të ndryshme teksa po pini kafen apo në zyrën tuaj, dhe unë e di që News 24 është gjithmonë me ju dhe Vila 24 do t'jetë shoqëruesi juaj nga tani e deri në 2 orët në vijim. Jemi ende në fillim të muajit qershor, e në fakt si çdo fillim muaji në këto bisedat me terapisten Merita Cake, lexova disa pika të vogla por të rëndësishme që identifikojnë këtë muaj që sapo ka nisur. Ajo fjalia e parë më duk shumë pozitive, është muaj dashurish, muaj marrëdhëniesh të mira, muaj optimizmi, por të gjitha këto ne do t'i mësojmë nga Merita që unë shoh që e kemi gati këtë mëngjes, sigurisht duke marrë dhe këshillat e vogla që duhet kemi parasysh gjatë qershorit. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi dhe muaj të mbar kudo që jeni. Faleminderit për ty gjithashtu Merita, faleminderit që jemi ne këtë mëngjes, edhe për të treguar pak se si do të jetë qershori, si le të themi na vijnë këto sinjalet energjike prej së largu. Energjia e muajit qershor është një energji që ne duhet të lidhemi me veten tonë, me t'i japim rëndësisë bukurisë të shpirtit tonë, marrëdhënieve me partnerët, marrëdhëniet me të gjithë njerëzve dhe më tepër të lidhemi me veten tonë. Sepse është një muaj me gjini femërore dhe është një muaj që ne duhet të arrijmë të fillojmë të punojmë me sigurinë tonë, me sigurinë e brendshme. Dhe si mund të arrihet kjo siguri e brendshme? Sepse asnjë person deri tani, nga vitet e parë dhe nga paraardhësit, nuk kemi ndjerë siguri, kemi qenë femra ose meshkuj. Femrat pak më tepër dhe shikoni që kohët e fundit jap shumë rëndësi tek femrat, sepse femra është cilësi kryesor. Kur një femër shëron plagët e saja, atëherë mund të shërojë dhe familjen e saj, me njerëzit që është, të hapi zemrën. Gjithçka fillon nga zemra. Ndaj ky muaj është pikërisht muaj që ne duhet të fillojmë të punojmë me veten tonë, të bëhemi të ndërgjegjshëm dhe të pranojmë njëri tjetrin. Edhe meshkujt janë shumë të rëndësishëm dhe ata kanë qenë dhe ata fëmijë dhe nuk kanë rritur me siguri, po i mësuan të sakrifikojnë dhe kanë sakrifikuar shumë dhe në një temë që ata nuk duhet të flisni sepse ju thanë që jeni burra dhe jeni shumë të fortë. Ndaj ata nuk mësuan të shprehemi, por erdhi koha që ne duhet të shprehemi ndjenjat, dashurinë me njëri tjetrin. Dhe muaji qershor është pikërisht ky muaj që ne duhet të fillojmë të rregullojmë marrëdhëniet tona ndërmjet vetes tonë dhe me njerëz të tjerë. Në të njëjtën kohë është një muaj që ne duhet të flasim me fjalë të bukura dhe për njerëzit që janë pranë. Të shikojmë me dashuri sepse jemi një, jemi të gjithë një. Nuk duhet të flasim as me zili, as të kundërshtojmë dhe të bëjmë gjëra që të dukemi ne dhe të shikojmë njerëzit të jerët më poshtë, sepse vetë universi, vetë Zoti do na uli fuqinë tonë. Asnjëherë nuk do jemi në atë fuqi që kujtojmë se do fitojmë mbi të tjerë nëse do e bartë mbi të tjerë. Erdhi koha të japim dashuri, të kemi marrëdhënie të pastra. Gjithashtu është koha dhe muaji që ne të punojmë gjithashtu dhe me plagët e vjetra, me ato që bllokonin paratë dhe bollekun, sepse bolleku dhe paraja jemi ne. Në qoftë se ne ndjejmë siguri, se për të gjithë njerëzit, cila është siguria financiare dhe siguria shpirtërore. Kur unë punoj me sigurinë shpirtërore dhe jam okay me veten time, me njerëzit rreth e mban, atëherë energjia rritet, energjia ime, dhe rritet dhe energjia e njerëzve që kanë pranë, shokëve, shoqeve, familjarëve, atëherë
kam thënë dhe herë tjetër që energjia e parave është këtu lart. Kur ne jemi këtu poshtë nuk mund të atakojmë, mund të shkojmë paralel. Kur unë rrit energjinë time dhe jam në dashuri me veten time dhe me njerëzit, atëherë do takoj dhe energjinë e parave. Prandaj është okay të kemi para bollek, por ndërmjet dashurisë, jo të hypim bikurizin e njëri tjetrit vetëm për të patur diçka materiale. Po. Për të mos të bërë egoist në një farë mënyre. Po. Paka shumë këto, mund të themi që sot për të gjithë njerëzit që janë të interesuar si çdo të mërkurë kam një trajnim falas dhe terapi në grup në orën 20 me orën e Shqipërisë. Për të mësuar më shumë në lidhje me këtë që ne po flasim tani, apo jo? Apo edhe për detaje të tjera? Me sigurinë, me pasigurinë, do të thënë pse ka ndodhur këto dhe do bëhet terapi që sikush të shikoj atë pasigurinë. Dhe në datën 19 prap do jetë kush është interesuar për të liruar çdo gjë që bllokon paratë dhe bollekun ton. Dhe një këshill që mund t'ju them, mos harroni të bëni dhe artën e evolucionit të shpirtit me ditën e ditëlindjes. Të di sikush tani, Merita, duke qenë se e përmendë shumë para deri më tani, do të jetë në fokus të këtij muaji, pra në një farë mënyre, nëse ne marrim ca indicie të vogla nga ty, duhet të jetë një muaj që duhet fokusohemi pak, nuk po them të presim të na bien parat nga qielli, por të punojmë pak më shumë, të gjejmë alternativa të reja për të fituar, të vlerësojmë atë që kemi, që unë e di që ti e ke të rëndësishme të na e thuash pa diskutim. Po. Ju thash gjithmonë dhe unë qëndroj gjithmonë tek terapia, nuk qëndroj të flasim vetëm fjalë të bukura, qëndroj tek terapia, se në qoftë se nuk shrojmë plagët tona, plagët e vjetra të asgjë nuk do të ketë rezultat, apo jo? Mund të ketë rezultat, po ky muaj do jetë një muaj që ne do na çojë tek puna dhe ndërgjegjësimi vetes tonë, lirimin e plagëve dhe të krijojmë marrëdhënie të mira dhe është muaj prap që mund të kemi bashkëpunim me njerëz me ide të reja, me jashtë vendit tonë, do të thënë kudo që jeni, do keni propozime të ndryshme dhe do jeni me fat në qoftë se ju do arrini t'i shikoni. Dhe gjithmonë jo duke bërë keq të tjerët, po ja u them, është shumë e rëndësishme ky muaj të japim dashuri tek vetja jone e para, të jemi në qetësi shpirtërore, në siguri, pastaj të jemi në dashuri me njerëz të tjerë dhe gjithçka do të shkojë mirë, po duke dhe punuar me veten. Nuk mund të sillim një gjë në qoftë se ne nuk e shikojmë pse jemi në këtë fushë. Sepse shumë dhe akoma dhe një trup që ve pesh sepse kërkon siguri, ndaj vem pesh. Kur kam peshë, që të bjedhe nga peshë, ose të kem gjithçka të shkoj mirë, le të bëj sa do djeta të ndryshme, unë e luftoj trupin. Nuk them për luftë, them për dashuri. Trupi dhe çdo sëmundje që mund të shfaqet është nga pasiguria. Kur një trup është i pasigurt, sado që të bëjmë dietë dhe e keni parë, do thënë është dhe një muaj që ju mund t'i kushtojni vetes bukurisë, të shikoni dhe të bini nga pesha, por vetëm kur jeni në një mjedis me dashuri dhe me siguri mund të realizoni të gjitha këto. Për të patur rezultate, kuptoj, e qartë shumë. Merita, të ndahemi? Po, mund të thoni sot të disa afirmime në qoftë se dëshironi me dorën në zemër, sot lejoj veten të ndihem i sigurt, pa frikë dhe pa faj. Siguria ime lind nga brenda dhe askush s'mund të ma marrë. Në këtë qershor mbjell qetësi dhe korr dashuri. Jam e mbrojtur, jam e dashur, jam e mjaftueshme. I mjaftueshëm. Kur jam e vërtet me veten, e gjithë jeta më mbështet. Universi, Zoti, këtë dëshironi ju. Këto paka shumë për sot dhe për muajin. Të këndshme të gjitha. Merita, të falenderoj shumë, të dërgoj një përshëndetje nga studio. Faleminderit, edhe për ty gjithashtu. Faleminderit për gjithçka ndan me ne, edhe kishte ca fjali aty në fund, të cilat nëse ju doni ti ridigjoni, që ti mësoni, që ti thoni për muajin qershor. Shikojni pak më vonë këtë video në YouTube, se jam e sigurt që me ndëgjim nuk do të mund ta memorizoni. Mirëmëngjes.